Partnerja e Shpatit në një postim prekës në rrjetet sociale tregoi se ishte nisur drejt Italisë për kurimin mjekësor të djalit të tyre 3 vjeçar. Ajo u shpreh: "Sot do të doja më shumë se gjithçka të kisha edhe biletën tënde në dorë", duke ju referuar biletës së udhëtimit që dikur e ndanin së bashku. Ndarja nga jeta e Shpatit ka lënë një boshllëk të madh, pasi ajo tashmë përkujdeset e vetme për të birin. Shpati u nda nga jeta në fund të nëntorit në moshën 40 vjeçare, si pasojë e një sulmi në zemër, duke tronditur komunitetin artistik dhe duke lënë pas një trashëgimi të rëndësishme artistike. Emisioni Opinion nuk është transmetuar dje mbrëmje në orën 22 si rrallë herë në këto 29 vite, kur gjithmonë është transmetuar në ditën dhe në orën e tij të caktuar. Në fakt, ka qenë një gabim i televizionit Klani, i cili duhet kishte sqaruar që në mëngjes që emisioni Opinion dje, si në raste shumë të rralla, nuk do të transmetohej për t'i hapur rrugë topit të artë, spektaklit i cili pritej të ishte pak më i gjatë. Ndërkohë, sot në mëngjes Klani nuk e ka bërë këtë dhe sot në mëngjes jam zgjuar me shumë mesazhe, me teori konspirative, me pyetje, madje edhe me disa statuse në Facebook të bëra forward në cilat thuhet që emisioni Opinion ka qenë i regjistruar dhe nuk është lejuar të transmetohet sepse ka pasur çështje mballuku apo ka pasur një video shumë sekrete të ballukut me gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Nuk është e vërtetë, po ja sqaroj me 2 fjalë. Dje ishte topi i art nuk diej kur mbaronte, mund të kalonte orën 22 dhe unë nuk pranova që të hyj në emision për tej orarit caktuar, pra me vonesë. Duhet hyja vetëm në orën 22. Kjo ka qenë dakordsuar që në paradite, emisioni nuk është regjistruar, nuk është bërë fare gati, sepse zakonisht emisionet janë 99% live, dhe për këtë arsye, unë sot kam anulluar udhëtimin në Kushevel ku duhet ndiqja Gara dhe Lara Kulturit dhe do t'jem në studio për të bërë të njëjtin emision që kisha planifikuar dje me të njëjtët persona. Nuk ka asnjë teori konspirative, nuk ka lidhje as me arrestimet e sotme, as me çështjet që janë bërë publike para pak minutash, është thjesht një keq kalkulimi kohës dhe një banalitet shqiptar dhe padyshim një gabim i Klanit që duhet të kishte njoftuar që emisioni nuk do të transmetohej dje. Kaq është, ndiqni sot 22. Reagimi i Labit ndaj lodrimit u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale, pasi ai u drejtua me fjalët: "Nënën ta kam me talan nëse të lë me fjetë", një deklaratë që u konsiderua rëndë dhe provokuese nga ndjekësit. Kjo ndezi një debat të madh për gjuhën e përdorur dhe kufit e komunikimit publik. Pak më vonë, një tjetër video tregoi një moment tensioni mes Labit dhe Bias, ku pasi ajo i përmendi nënën, Labi u i ofrua me zë të lartë duke i thënë: "Mos ma përmend nënën". Familja e Eduard Kuçit ka reaguar publikisht pas një ngjarjeje të ndodhur gjatë festës së ditëlinjës së Dolçes në shtëpinë e Big Brother VIP. Sipas tyre, banorja Fjolla Morina ka përdorur gjuhë fyese dhe denigruese ndaj Eduardit, sjellje që familja cilëson të papranueshme dhe cënuese të dinjitetit njerëzor. Në reagim thuhet se deklaratat janë bërë pas një promovim, ndërsa Eduardi ka zgjedhur të ruajë qetësinë dhe përmbajtjen, për respekt të festës dhe për të shmangur për shkallëzimin e situatës.